Kam ardhur në aeroportin e Rinasit, Nën Tereza pra, dhe në këtë video do t'ju marrë me vete në një qytet që nuk kemi mundësi që ta shohim gjatë verës, se është shumë i shtrenjtë, por do ta shohim tani në dimër, ama kemi një merak. Me gjithë këto anullime, fluturime që janë bërë këto ditë nga Tirana drejt aeroporteve të ndryshme, kemi merakun se mos na anullohet dhe ne fluturimi. Kështu që qëndroni me mua se do të shkojmë në Barcelonë. Do t'ju tregoj çdo detaj për kostot, shpenzimet, udhëtimet, destinacionet turistike dhe çdo gjë tjetër për sa i përket këtij vlogu. Dhe tani që kaluam kontrollin, fillojmë edhe me llogarit. Kemi prerë biletat ndoshta 2 muaj më përpara. Tani është fillimi i janarit dhe i kemi kapur me një çmim shumë të mirë, 130 euro për 3 persona, pra 2 persona të rritur dhe një fëmijë. Dhe dua t'ju them këtu që ju që doni të merrni edhe bagazhe ose çanta me shumicë, prijeni një bagazh ekstra në momentin që bëni check-inin se e merrni më pak. Ne për shembull e morëm për 30 euro një valixhe me 20 kg. Nuk do qëndrojmë në hotel, por kemi rezervuar në Airbnb një apartament, çmimin e të cilit do t'ju tregoj kur të shkojmë atje. Ja dhe ku rehatuam tani në avion dhe kemi rreth 2 orë udhëtim. Ja ku zbritëm dhe nga avioni. E pastaj ankohen për ne shqiptarët, që qelpësirat se si i kishim plasur valixhet. E meritojnë? Ja ku morëm dhe një taksi dhe tani po ikim për në qendër të Barcelonës. I dham taksistit adresën edhe po ikim. Këtu në Spanjë, në Barcelonë, pra kishte shumë makina se atë, po ne hypëm te një Toyota. Ne morëm taksi normalisht sepse është ora 11 e natës edhe nëse do përdornim transport publik, do na shkonte rreth 1 orë kohën me transport publik, pra. Ndërsa me taksi rreth 20 minuta dhe pyeta taksistin se sa kushton të shkosh nga aeroporti në Barcelonë dhe ishte rreth 30 euro. Ja ku e gjetëm dhe apartamentin. Ku është drita këtu? Ja ku është tu. Tu është një dhomë. Tu është banja. Tu është një dhomë tjetër. I gjithë ky apartamenti na kushtoi 440 euro për 4 net, por kishte edhe diçka tjetër. Do pagoj edhe taksat, që ishin rreth 100 euro taksat. 70 euro më saktë. Sepse në Barcelonë, me sa lexova, kishin ndryshuar rregullat dhe i jepnin më shumë prioritet hoteleve për shkak se po bënin namin apartamentet Airbnb dhe kanë rritur taksat, me qëllim që njerëzit shkojnë të marrin hotele dhe jo Airbnb. Ky apartamenti na kërkoi edhe 100 euro garanci, pra nëse ne do të shkaktojmë ndonjë dëm të apartamenti apo do marrim ndonjë objekt të ta vjedhim që nuk kemi dorë, nuk e kemi fare zakon këtë gjë. Më pas, nëse çdo gjë është në rregull, këta të kthenin mbrapsht ose praktikisht do na kthejnë mbrapsht 100 euro. Pas ka dhe libra, do lexojmë libra për kaq ditë sa do rrim, për 2-3 ditë. Po,
na njoftuan që është prishur kondicioneri dhe kanë vënë ngrofse në secilën dhomë. Kjo ngrofsja është relativisht e madhe, po kjo tjetra ishte shumë e madhe. Pas pak minutash, shkon ora 12 e natës dhe ne do të këndojmë shumë urime për ty, për Matej, se Matej ka ditëlindjen dhe arsyeja pse ne erdhëm në Barcelonë ishte ditëlindja e Matej. Shumë urime për ty. Jemi zgjuar pak vonë, sepse realisht fjetëm vonë dhe tani do të dalim dhe do të shohim disa destinacione që kemi zgjedhur t'i vizitojmë në Barcelonë. Ajo që vura re mbrëm fakt, sepse dola për blerë ndonjë shishe ujë, kishte markete 24 orë hapur, po kishte një numër të madh njerëzish të pastre që rrinin nëpër cepa pallatesh. Gjej rastin këtu t'ju them se Barcelona ka rreth 1.7 milion banor dhe ka shumë emigrantë që vijnë nga vende të ndryshme të botës, kryesisht nga Amerika Latine, Evropa dhe Azia, dhe kjo është një nga tiparet demografike më të dukshme të qytetit sot. Si që ju thash edhe mbrëm, sot është dita e Matejit, sepse ka ditëlindjen dhe sot do të vizitojmë ose do të shkojmë në vende që duhet targetohen fëmijët. Vendi i parë është Lego Store, një dyqan Legosh. Hello. Thank you. Ky është edhe i vetmi dyqan në Barcelonë dhe Lego Store Barcelona ofron aktivitete argëtuese dhe krijuese për fëmijë, jo vetëm blerje. Ata mund të ndërtojnë lirshëm me Lego, të krijojnë minifigura personale dhe të zgjedhin pjesë nga pikë dhe build wall. Dyqani ka edhe zona loje dhe her pas here këtu organizoheshin evente tematike për fëmijë. Nga eksperienca ime si prind me këto lodrat që pëlqejnë fëmijët e sotëm, Lego Land desha të thoja, kushtojnë shumë herë më pak se sa në Shqipëri. Domethënë të njëjtin produkt në Shqipëri unë e kam parë 70 euro, ndërkohë që këtu mund ta marrësh me 30 euro. Jemi akoma të pavendosur, duam të shohim gjitha pastaj të vendosim se çfarë do marrim. Ne gjysmëore që vim vërdall dhe prapë shkojmë te i njëjti vend. Jam i sigurt që do të zgjedhim Minecraft. Çfarë është ajo? Po çfarë është kjo? Minecraft, për 8+ dhe kush ishte tjetra që të qeu? Kjo këtu. Kjo është për 8+. Doli pak fare jashtë parashikimeve të mia, po Minecraftin e zgjodhi. Kujt i bie 10 dhe prap nuk e zgjedh dot. Matej, ç'a more? Ishte e vështirë ti zgjidhje? Shumë. Ndërsa tani është momenti të marrim një kafe dhe të pushojmë pak. Paguam rreth 10 euro për 2 cappuccino dhe një shishe ujë. Tani është ora 13, orari ose vakti i drekës dhe do ikim të gjejmë një restorant të cilin na e kanë rekomanduar pronarët e apartamentit. Hard Rocker quhet, nuk na shkonte fiks me temën e ditëlindjes, por nuk rrezikuam të shkojmë diku tjetër dhe erdhëm këtu se na thanë se gatuajnë shumë mirë. Ja gëzuar. Cheers. Edhe 100 vjet që bëfsh Matej.
Pasi porositëm dhe bëm gëzuar, u argëtuam pak me këtë lojën që solli kamarieri. E bënin me të gjitha tavolinat ku kishte fëmijë. Sigurisht që fitoi ai që kishte ditëlindjen dhe ndërkohë na erdhi edhe porosia. Një sallat Cezar, një mix tacos, krah pule që i quanin wings, një margarita dhe 3 pije kushtuan 90 euro. Pas dreke vendosëm të shkojmë në një tjetër vend për fëmijë. Nuk ishte larg, vetëm 15 minuta në këmbë. Akuariumi i Barcelonës. €29 për të rritur dhe 22 euro për fëmijë kushtonin biletat. Sa po hyje brenda, ishte një post fotografish dhe secili vizitor kishte një shkrepje. Mendova se ta bënin dhurat, por jo, s'ka asgjë pa lek. Bëm foton e mirë se ardhjes. Akuariumi i Barcelonës është një nga atraksionet më të vizituara të qytetit dhe një nga akuariumet më të mëdha në Evropë. Brenda tij gjenden mbi 11.000 krijesa detare nga rreth 450 specie të shpërndara në 10 basene tematike. Ndërsa ky është tuneli në New York, 80 metra i gjatë ku vizitorët ecnin mes peshkaqenëve dhe peshqve të mëdhenj, duke u ndjerë sikur janë në fund të detit. Përveç mesdheut, akuariumi prezantonte edhe habitate të tjera tropikale, korale dhe specie egzotike. Një lojë e shpejt përpara se të largohemi dhe nga deti përsëri në det, por tani buz detit. Nuk ishte se si të ndodh ndryshe, edhe këtu të rinj e të mëdhenj konsumonin hashash. Mirë vetë, po e bën dhe qenin spat, dru. Plazhi i Barcelonës është një nga më të njohurit dhe më ikoniku i Barcelonës, një vend ku qyteti takohet drejt për drejt me detin. I shtrirë shumë pranë qendrës dhe lagjes historike Barceloneta. Ky plazh është gjithmonë i gjallë, plot energji dhe jetë, nga mëngjesi deri në perëndim të diellit. Kaq edhe për ditën e parë në Barcelonë. Ja ku zgjuam përsëri në ditën e dytë në Barcelonë dhe sot do vizitojmë një nga destinacionet më të njohura dhe më të frekuentuara në gjithë botën, domethënë, është Sagrada Familia dhe për të shkuar atje do të marrim transport publik, metro. Këtu morëm edhe biletat për 3 ditë 50 euro 2 bileta ku mund të përdorim të gjitha mjetet e transportit, metro, autobus dhe tramvaj. Ja ku erdhëm edhe te Sagrada Familia dhe desha t'ju them tu që sa të paft janë këta spanjollët, një kish kanë kush e di se sa vite që ndërtojnë dhe se kanë mbaru akoma, ka është parashikuar që përfundoi ndërtimi i saj rreth viteve 2030. Ka filluar të ndërtohet në 1882, më duket. Kjo është edhe bazilika më e vizituar në Spanjë, pra në Barcelonë dhe tërheq në vit rreth 4 ose 5 milion turist në vit, pra është një nga destinacionet më të vizituara. Sa të papar që janë të huajt, i thash njerit, a mund na bësh një foto, i thash se ishim familje, s'kishte kush ta shkrepte. Sure, tha. Një shkrepje kishte bë. Edhe atë kishim dalë me sy mbyllur. Ato, minti dhe me kamë të rapota të I morëm dhe biletat online, 26 euro për person, ndërsa për fëmijët ishte papagesë në moshën 10 vjeç, 11 vjeç. 2, 3. Ok, Right? adelante. Thank you.
Unë do stres duhet të kisha thëmë, po me spanjishten unë. Shumë shërbime duhet i paguaje me kartë dhe me rezervim online. Nuk kanë faj që kanë gati 144 vjet që e ndërtojnë se është një vepër unike dhe ja vlen ta vizitoni. Mendoj se kjo periudhë është ideale për të vizituar destinacione të tilla, sepse edhe njerëzit nuk janë në masivitet. Pra ka më pak njerëz tani në janar sesa në verë apo ndoshta edhe në pranverë. Dhe ne pikërisht për këtë arsye zgjodhëm janarin. Brëndësia është pa aq e bukur sa pamja jashtme. Kolonat e larta duken si pemë që shtrihen drejt diellit, ndërsa dritat shumëgjyshe që hyn nga vitrazhet krijonin një atmosferë pothuajse mistike. Çdo kënd i kishës është menduar për të dhënë ndjesinë e harmonisë mes njeriut, natyrës dhe Zotit. Sagrada Familia nuk është vetëm një monument fetar apo një kishë fetare, por edhe një ikonë kulturore dhe artistike që përfaqëson shpirtin krijues të Barcelonës dhe vizionin e jashtëzakonshëm të arkitektit Antoni Gaudi. Ndërsa tani do ikim të vizitojmë një tjetër vepër arkitekturore, sigurisht edhe mbrojtur nga UNESCO që nga viti 2005, Casa Balto, është një ndërtesë e vjetër e rikonceptuar nga një nga arkitektët më të famshëm të Spanjës, e ndërtuar në vitin 1905-1906. Ndërsa tani po ikim të vizitojmë një tjetër objekt të arkitekturës, trashëgimisë kulturore katalanase, është i njëjti arkitekt që e ka transformuar Casa de Mila. Edhe aty nuk besoj se do futemi brenda, do ta shohim vetëm nga jashtë për të krijuar një ide dhe për ta vizituar këtë destinacion, sepse do kursejmë para. Të bëj shaka. Nuk është çështja për të kursyer, por janë shumë destinacione që realisht ti ndoshta nuk ke mundësi dhe nuk ke kohë fizike që ti vizitosh të gjitha një nga një. Kjo është edhe Casa Mila dhe që e ka mbyllur këtë javë sepse janë duke bërë rregullime brenda. Kena hec një 20 minuta me arte ky budalliku këtu. Wall kiss. Ja ku jemi përsëri në Barcelonë, e trëmba njërin këtu pas shpinës tij. Dhe sot do të vizitojmë një nga parqet më të njohura të qytetit, Parku Güell. Do të ngjitemi në majtë e një kodre, aty ku duket edhe Barcelona, pra. Po presim biletat, është 18 euro për të rritur dhe 13.5 euro për fëmijë, nga 6 deri 11 vjeç pra. Normalisht nëse vini të vizitoni Park Güell, e mira është që të rezervoni më përpara biletat, mos bëni kështu siç bëm ne, erdhëm këtu, skanuam barkodin ku ti mund të rezervoje biletën, provuam disa karta banke, krediti, karta llogarie e tjera me radhë. Po ishte pak aplikacioni vështirë dhe i çuditshëm, nuk na pranonte kartat. Edhe pse e kthyem, bëm ca tentativa, morëm asistencë nga personeli aty, na thanë që duhet ta ktheni gjuhën nga anglisht në spanjisht ose duhet ta ktheni nga anglisht në italisht e tjera me radhë. Të gjitha tentativat dështuan. Më në fund i morën biletat fizikisht sepse ishte e pamundur të rezervonim online, nuk e di pse, kishin probleme bankat shqiptare apo kishin probleme sistemet e tyre, pasi edhe shumë njerëz të tjerë kishin të njëjtin problem, por dikush aty na ndihmoi, Ruben quhej ai personi aty brenda. Si gjithmonë ne shqiptarët futemi me mik. Por në fakt kemi 2 orë që presim dhe normalisht prandaj po ju them që duhet t'i merrni masat më herët, nëse vërtet doni ta vizitoni këtë park.
dhe ti rezervoni biletat më herët. Okej, është bukur, nuk është për të shkull flokët, por të vish deri në Barcelonë sigurisht që duhet ta vizitosh dhe qëndroni deri në fund të videos sepse do t'ju jap edhe përshtypjet e mia personale të përgjithshme për Barcelonën. Pra, a ja vlen apo jo ta vizitosh? Sa herova t'ju them, nëse vendosni të vizitoni parkun Güell, ju leverdis më mirë të merrni autobusin dhe jo metron, sepse autobusi ju linte shumë afër hyrjes, pra aty ku mund të merrni edhe biletat. Ndërsa metroja ju linte diku ke 20 minuta larg dhe imagjinojeni pak që ishte edhe pak malore për t'u ngjitur dhe lodhja është e diffiçme. Tani kemi marrë përsëri autobusin dhe po kthehemi në kërkim të një restoranti për të drekuar. Është ora 5 e pasdites dhe kemi ardhur afër detit për të provuar edhe një ushqim tradicional, paella. Dhe që fëmijët të mos rinë me celularin në dorë, këta të sjellin disa letra, ngjyra që konsumojnë kohën. Interesante është dhe më pëlqen si ide, sepse edhe tek restoranti tjetër kështu i kishin, sillnin një lojë domethënë. Atëherë një friturë edhe këto sardelet ose açuket. This is paella, right? Thank you. Me thonë, shërbimi ishte shumë i mirë, pjatat e para ishin shumë të mira, açuket edhe fritura, edhe paella ishte e mirë, por ishte pak e thatë edhe ishte pak e djegur, le të themi. Dhe unë kam provuar diku tjetër që ka qenë më e lëngshme dhe më e shishme, por gjithsesi ishte kalueshëm dhe e ngrënshme. Tani po presim ëmbëlsirat. Lemon pie, crema catalana, cream catalan, coulant of mango, tiramisu, apple crumb. For me, crema catalana. Typical from here. Also for me, crema catalana. Perfect. Do you want coffee maybe after? Yes. Espresso? Macchiato for me. Thank you. Përfunduam edhe darkën, do thonë ju se sa paguam. Na erdhi fatura 131 euro, por edhe këtu donin me na e fut. Në fakt na kishin shtuar ëmbëlsirat ekstra dhe çka i kishte të përfshira menuja që kishim zgjedhur, pra prej 42 euro për person, 6 euro e gjysmë ishte një gotë verë, 7 euro një shishe ujë dhe shkonin total 131 euro. Por në fakt i kërkova shpjegim dhe më falni sër, tha kemi ngatruar, tha është një ngatresë e vogël. Nuk është problemi aty, po është çështje principi. Nuk na tha as më falni, por thjesht solli një faturë tjetër dhe kaq. Ishte mirë, nuk ishte keq. Ndërsa sot jemi zgjuar tek Arku i Triumfit në Barcelonë. Shive pak, i ndërtuar në vitin 1888 dhe ndryshe nga Arku i Triumfit në Paris, ky ka një simbol tjetër, nuk ka simbolin e luftës, por ka simbolin e paqes, sepse në atë kohë Barcelona ose Spanja kishte një mundësi tjetër për të zhvilluar një panajir botror ku çdo vend i botës të vinte dhe të ekspozonte artin, kulturën dhe trashëgiminë e tyre. Kjo ishte edhe një mundësi e mirë ose një augur i mirë për të treguar edhe botës që Barcelona është një qytet që po zhvillohet dhe një qytet modern. Arku është i ndërtuar me tulla të kuqe, 17 hektar park. Imagjinojeni pak ta kishim ne këtë se çfarë do i kishim bë.
Mrekulli, vetëm pallate. Ka liqene brenda parkut, ka kopsht zoologjik, ka shatrivanin më të famshëm Spanjë, ka shumë mundësi për të argëtuar dhe për të vizituar. Sigurisht që një nga gjërat më të bukura në Barcelonë që më bëri më shumë përshtypje dhe që më kënaqi syrin ishte edhe pjesa e plazhit ose kjo zona që quhet Barceloneta. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe do kisha dashur të rikthehesha vetëm për plazhin. We can make some videos? Do ikim në Siberi. Nuk mundëm të qëndrojmë më shumë se 20 minuta, se ishte shumë ftohtë, tani po ngrohemi. Ja ku mbritëm edhe në përfundim të këtij vlogu dhe tashmë ka ardhur momenti më i bukur që t'ju jap përshtypjet e mia për Barcelonën. Nëse do më pyesni a do të rikthehem përsëri në këtë qytet të Spanjës, sigurisht që përgjigjja do të ishte po, por vetëm për plazhin ndoshta, sepse më munduam që të eksplorojmë disa nga destinacionet më të frekuentuara të Barcelonës. Është mirë, është bukur, duhet pak më shumë pastërti dhe fakt rrugët ishin të mbushura edhe me njerëz që konsumonin marijuanë. E ndjeje kudo herën e ashashit, sa që mendoja ndonjëherë a jam i pirë apo jam e ethull. Bëj shaka. Plazhi është shumë i bukur, nuk e di se si mund të jetë në verë, kështu që do të rikthehesha, pse jo. Dhe nga Barcelona bashkë shihemi javën e ardhshme dhe mos harroni të bëni like and subscribe.